modelet e sotme, pasi të kalon 1, 2, 3, 4, 5 vjet, do harrojnë që të gjithë. Sepse do dalin sa modelet të tjerë më të rinj që do të zënë vendin. Dhe kështu do të jetë rrjedha. Çdo 3 vjet, çdo 4 vjet ju e shikoni që edhe në ato rrjetet sociale që u ndiqni, ndryshojnë modelet, se vjetrohet mënyra se si e sjell diçka dikush dhe vjen dikush tjetër që e sjell më të shtyrë. Dhe kështu, por harrohen. Të vetmit që kanë mbetur janë këta burrat, këta patriotët, këta që sakrifikuan jetën dhe shpirtin për kombin. Këta nuk harrohen. Pra zgjidhni më mirë modele këta që nuk harrohen, se sa këta modele që thjesht zëvendësojnë njëri tjetrin dhe kaq. Patriotizmi është një raport që ndërtohet çdo ditë. Patriot nuk mjafton të hedhësh një fotografi 28 nëntor. Patriot nuk mjafton të hedhësh shprehjen e një rilindësi. Patriot nuk jetë duke festuar pasi fiton kombëtarja. Patriot jetë çdo ditë. Patriot jetë duke sakrifikuar qoftë edhe me gjëra shumë të vogla për vendin tënd.